Një qytetare me shtetësi ukrainase dhe rezidente në Shqipëri ka denoncuar pranë Daksison një ngjarje të rëndë që lidhet me veprimtarinë e barit Tikun Tic në Sarand, lokal që sipas saj dhe pamjeve të dorëzuara, shkel sistematikisht rregullat mbi ndotjen akustike duke ofruar muzikë live dhe volum të lartë përtej orareve të lejuara. Ajo tregon se është ankuar disa herë në policinë e shtetit, por reagimi ka qenë minimal. Pronari ndalon përkohësisht muzikën kur vjen patrulla, duke shmangur përballjen me ligjin. Situata agravoi më datë 7 mars të vitit të kaluar në orën 23:50 minuta, kur ajo tentoi të filmonte nga afër volumin e muzikës dhe kohën kur po ndodhte shkelja. Në ato moment, siç deklaron, është sulmuar fizikisht nga pronari i lokalit Alfred Fezo, i cili e kapi me forcë nga krahu, i rrëmbeu telefonin dhe ja theu, ndërsa e kërcënoi për pasoja nëse nuk ndalonte së denoncuari. Të pranishëm ishin edhe punonësit e barit, Kristi dhe Andrea, të cilët nuk ndërhyn. Pas incidentit, ajo kërkoi ndihmën e të njohurve për të njoftuar policinë dhe të nesërmen u paraqit në komisariatin e policisë së Sarandës, ku dha deklaratë zyrtare përmes oficeres së policisë gjyqësore, zonja Klejda Sula. Qytetarja ukrainase ka vënë në dispozicion materiale audio dhe video ku dëgjohet muzika dhe rruga, si dhe dokumente që konfirmojnë përmasat e shqetësimit dhe orarin e tejkaluar të zhurmës. Ajo kërkon që autoritetet të ndërhyjnë menjëherë, duke i bërë thirrje shtetit shqiptar që të mbrojë të drejtat e saj si rezidente dhe qytetare që respekton ligjin. Redaksia joni bën thirrje policisë së shtetit, inspektoratit të mjedisit dhe njësisë vendore që të marrin masa konkrete dhe të garantojnë mbrojtje dhe drejtësi si për banorët vendas ashtu edhe për të huajt që kontribuojnë dhe jetojnë në vendin tonë.